Një ngjarje krete pazakonte është shënuar një ditë më parë në spitalin infektiv në QSUT. Burime nga ky spital pohojnë se një ditë më parë rreth orës 8 është sjell me urgjencë një moshuar rreth të 8 vjetave, i cili në vend që të vinte me ambulancë, është sjell në këtë spital, në këtë urgjencë, me makinë funerale. Jashtëkameras mjek të njohur të këtij spitali thonë se kanë mbetur të shokuar kur kanë parë apo mësuar se në derën e shërbimit infektiv kishte mbërritur në vend të urgjencës një mjet funerali me një të moshuar brenda në gjendje tepër të rëndë shëndetësore e që kishte nevojë për ndihmën e parë. Ndërkohë, nuk bëhen të njohura arsyet e këtij veprimi të paprecedent. Mjekët pohojnë se Ismuri nuk është prekur nga virusi AH1N1, por ai vuan nga sëmundje kronike dhe se po mbahet në reanimacionin e këtij spitali në gjendje të rëndë shëndetësore. Për News 24, Erion Skëndaj.